Po për punën e festave të fundit vitit, ajo haram është për muslimanët. As që ketë që me diskutu, as kërkosh për muslimanët. Nuk kena puna me festat të tjerëve. Nuk kem punë ne me festat të tjerëve. Festa është pjesë e fesë. Është një prej fundamenteve të fesë. Është një simbol shumë i fortë i fesë, me të cilën identifikohen që ata pjesëtarë të asaj feje, të asaj feste, se përkas të asaj feje. E ne si musliman nuk guxojmë që të praktikojmë festat e feve të tjera. Toleranca është njerëzit lejtë lirë fetë të tyne. Nuk ke të drejt njerëzve më ndërhy. Nuk ke të drejt njerëzve të më pengu. Nuk ke të drejt. Por e ke obligim njerëzve më u kallëzu. E ke obligim vetë me kuptu. E ke obligim edhe tanit më sqaru. E ke obligim më sqaru tanit. Kjo është festa jam, kjo është festa tina, kjo atina. Ne që e kem haram për vete, e kem haram për fëmijë. Nëse kiti haram për vete me pija alkoholin, e ki halal me adhan fëmijut me pija? Po jo zëtë, fëmija e vogël e sa është burri madh. Për që e prënti? Për që e prënti? Me tregu fëmiju tënd bardhë të zeze. Me tregu se babadim një prall. As prall nuk rran. Rran, shkoj në rran fëmina për shkolla fillore. Që babadimi? Ku e babadimre? Ku e babadimi? Pralla për kalzana? A me rran dërmi duku fëmina?